E filloj nga motra ime, duhet ta marrë vendimin e vet. Dhe ajo pastaj që vazhdon jeton atje të hapi llafin sa më shumë. Domthon Familjet më lidhet prapë. motrës i thua hajde. Bashkë me mbesat. Po kur thotë që po mirë më shiko se atje kështu, atje ashtu, atje këtej, atje andej. Do ketë vllajin ta suportoj periudhën e parë, moralisht, se nuk ka nevojë për asgjë tjetër, po përplasjen e parë e pata para 5 vitesh ku fillova duke ftuar për koncertet e mëdha ndihmë nga kolegët e mi që praktikisht e filluam në të njëjtën moshë, filluam bashkë dhe u ndan degët tona. Çdo herë që vin të vitit është ndryshe. Po patjetër. Çdo herë të vitit që ata vinë, neve na kanë bërë të ndryshojmë edhe ne rotacion si kompani për të orientuar drejt gjës më të madhe. Nuk e di a do kisha të njëjtën qasje në qoftë se ata nuk do më flisnin vazhdimisht. Hape tregun, po jo për të ikur nga tregu. Hape tregun që të vit tregu aty dhe praktikisht ata janë edhe mentorët më të mëdhenj të mit në industrinë muzikore, sepse i kanë gjërat shumë të shtruara dhe i kanë të strukturuara dhe po na japin një suport shumë të madh drejt këtij drejtimi. E kthej gjithmonë veten pas edhe nuk jam fare pishman për vendimin që mora për të ikur nga Greqia. Jam pishman që mora vendimin për të ikur nga Greqia dhe për të vajtë në Suedi. Të vetmen gjë që mund të them është që eksperienca ime është mos, në qoftë se keni plan për të lëviz apo diçka nuk ju shkon mirë, ambient më të mirë se sa shtëpia nuk ka. Dhe sot ne që kemi bërë tentativat e para dhe që kemi ardhur, ju garantojmë që do i presim jashtë masë e mirë. Të vinë, na kontaktojnë, na gjejnë, jemi lehtësisht të gjendshëm në Shqipëri, mund ta gjesh shumë kollaj, për t'ju dhënë atë ndihmën e parë, suportin e parë, akoma dhe 2 fjalë. Domethënë, unë personalisht e kam gjithmonë dispozicion për të pritur këdo. Mjafton të marrë vendimin të vi, duke filluar nga ime motër. Po i besi çfarë do i thoshe dikujt që është në dilemë, të kthehem mos kthehem? Unë qoftë do kthehem pas 12 vjetësh që jam kthyer, do bëja po të njëjtën gjë. Kam bërë një gabim që nuk jam kthyer çiku më përpara. Se ne natruam çështë emigrimi ekonomik me emigrimin që ne kursenim, bënim, investonim në një vend ku nuk jetonim në Shqipëri, investimet e pa orientuara, dhe kjo i ka bërë njerëzit më të friksuar, mendoj, emigrantët. Unë kam një banër që nxjerr sa herë që vin Pashkët, viti i ri ose gushti, dhe nxjerr aty tek puna ime, që e cila thot puno tokën tënde. E them këtë pjesë që puno tokën tënde, se shumë emigrant ikin, vën në verja vendi ku jetojnë jo në kushte të mira, ku i kanë shtëpitë e tyre se është rritur niveli jetesës, duhet ta pranojmë. Kosta, dhe jetojnë në një vend të cilët është bërë si modë, është bërë si kështu, erdhi prilli do vemi për qershit, erdhi maj do vemi për pjeshkat. Edhe është bërë një ritual i cili në bisedat që bëjmë me ata nuk ka një konkluzion të qartë. Unë e përmendam parë që duhet të punojmë për një sukses. Duhet të punojnë në qoftë se emigrantët që vënë sot në Shqipëri punojnë në bujqësi. Punojnë me të njëjtin standard që punojnë atje, punojnë në Shqipëri, unë jam i bindur që të fitojmë më shumë. Dhe ne kemi krijuar ferma të tilla. Mua më kontaktojnë nga i gjithë bota, nga Amerika, emigrantë të cilët kanë vënë dhe i shpjegoj se si është mënyra jonë të jetuarit, ose kush janë praktikat që duhet të ngasi. Patjetër që kjo nuk është e njëjtë me atë që vajte ditën tjetër në Greqi dhe ti morë ditën e punës do ktheve. Por do më tepër investime do të durosh pak, se është një emigrim i dytë kthimit i dikujt që ka 15 vite jashtë. Dhe është pikërisht e gjithalve që duhet pak sforco për ta kaluar këtë pjesë. Po unë do bëja po të njëjtën gjë në qoftë se do isha, nuk jam bërë pishmën për atë çfarë jam kthyer, do bëja të njëjtin veprim. Do kthehesha dhe jam bërë pishmën që nuk kthem pak më përpara se humbëm disa mundësi. Humbëm disa kohë të cilat do kishim ecur më shpejt në planet që çfarë kishim për të bërë. Dhe me ty e nisëm, me ty dhe bitisim, ti çfarë do t'i thoshe dikujt që thot jam dilemë, s'di çfarë të bëj se atje kështu atje ashtu. Atëherë, unë kam pas influencën e parë t'ja nis me shoqërinë edhe me kushrit edhe me krejt të rritë, se kena bëjegi
djemë të ri që edhe vajza, po edhe shumica prej tyre kanë emigruar në periudha të ndryshme. Edhe për momentin 90% e tyre janë kthy, janë momentalisht këtu. Edhe jo më larg se mron, para se më ardh këtu, u mor vesh pak edhe erdhen, ti na ke thënë më ardh e kështu, na jep një plan, na jep ide, na thuj kështu, jana pak mërzitur, na është pak koha, kanë ato justifikimet e veta që t'ikim. Por unë besoj se ka ardhur koha me u bashku. Të më thënë, ideja se na dikush në Itali, dikush gjëme, ka pas ka një periudhë kohe që flisnin me kamera në 4 shtete ndryshme, pjesëtar të familjes. Dhe kur bane e hub këtë lumturinë, këtë qefin që kena pas me na e krejt bashkë dikur, është ke humbe dhe ekuilibrin e jetë. Se ti do të mi pas ditri shtylla, ditri mbështetje, qoftë emocionale. Dhe kur unë ju kisha thënë që mos u shpërndani, mos e hupni njëri tjetrin. Shqipëria gjën më të fortë që ka pas gjithmonë është kanë familja e bashkuar. Edhe njerëzit e bashkuar. Kështu si unë besoj se kjo është fillimi, nisja e çdo gjëje. Nëse rrin bashk, edhe ju kisha thënë që edhe ata që janë këtu dhe mendojnë për me ik, ta fikun. Nuk është Europa ose bota sikur ka kënd, nuk është vetëm një gjendje në Shqipëri, është një gjendje globale. Bota në përgjithësi është në një gjendje të çuditshme. Në tranzicion i teknologjia, çdo gjë ka bot veten. Nuk është absolutisht asnjë gjë ashtu siç duket. Nëse ata derdhin, ndjersin mundin, talentin në vendin e tyre, aq sa e derdhin jashtë Shqipërisë, unë besoj se do t'ju vlerësohet më shumë. E di se ka shumë njerëz skeptik, por nëse punon aq shumë orë në Shqipëri, sa punon jashtë, unë kam punuar 2 motor, 4 motor, 5 motor. Nëse unë kisha bë 5 motor punë, pra se një periudhë jete do të më i bë. Nuk është se jam të sugjeru që me myt veten në punë, po do ta bash ti që vush kurt e të ardhmes. Nëse e ban këtë lloj efortit në Shqipëri, besoj se kam ju vlerësu më shumë, kanë me kanë edhe më të lumtur, më të plotësuar të pas një tjetrin afër. Ju kena dhënë bollboc, edhe t'i japim pak vendit ton. Me fjalë më nxora unë vetë nuk di të. Kështu që po e mbyll më një herë me shijen e këtyre fjalëve edhe me falenderimin për të tre ju që morët mundimin të vini nga 3 drejtime të ndryshme për të bashkuar këtu dhe tani për të rishpërndar, po prapë